Faleminderit dhe mirëmëngjes të gjithëve nderuar zoti Fetau, shumë të dashur antar të Këshillit Rinor nga mbar Republika e Kosovës, të nderuar zoti Omeli dhe zonja Vashchenko, shumë të dashur nxënës. Është vërtet kënaqësi e veçantë që sot të jem në mesin tuaj, pikërisht në ditën ndërkombëtare të nxënësve, në një konferencë që vendos nxënësit në qendër të bisedës për paqen dhe sigurinë, ashtu siç duhet të jetë në fakt në secilin vend demokratik. Më gëzon jashtëzakonisht shumë fakti që kjo konferencë po I bashkon mbi 200 nxënës nga shkollat të mesme, nga secili qytet e fshat dhe komunitet në Kosovë. Kjo larmi është fotografia më e bukur e vendit tonë. Një Kosovë gjithëpërfshirëse, që ndërton ura ku secili nxënës ndihet I mirëpritur dhe ku paqja fillon pikërisht aty ku formoheni ju, pikërisht në klasën tuaj dhe në ëndrat tuaja për të ardhmen. Në historinë e vendit tonë, të rinj dhe nxënësit kanë qenë gjithmonë në ballë të proceseve jetike për vendin tonë. Në periudhat më të errta kur shtëpitë tona u shndruan në shkolla, për shkak se shkollat u mbyllën me dhunë për ne, dhe fëmijët helmoheshin në mënyrë sistematike nga regjimi gjenocidal I Miloševićit, ishin studentët dhe të rinjët tanë që bartën barën më të rëndë. Por ishin po ata që ngritën zërin për liri, për dinjitet dhe për të drejtën në arsim, një të drejtë që ju sot e ushtroni lirshëm. Të mendoni lirë, të mësoni të lirë dhe të kontribuoni për këtë shtet I cili sot është I lirë, falë shumë nxënësve e studentëve që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që sot ju dhe gjithë ne të frymojmë në liri. E pikërisht kjo histori na kujton se rinia kur nuk është thjesht dëshmitare e largët e proceseve. Rinia është pikërisht forca që I ndryshon ato procese. Edhe sot, përgjegjësia për të ndërtuar një shoqëri të sigurt fillon pikërisht në shkolla. Shkolla duhet të jetë hapësira e sigurt e jetës suaj, një vend ku respektoheni, ku dëgjoheni dhe ku nuk friksoheni në asnjë moment për të qenë vetvetja juaj. Kjo nënkupton një ambient pa dhunë, pa bullizim, pa përjashtim dhe pa stigmatizim të askujt. Ndërtimi një ambienti të tillë kërkon përkushtim të përçdoditshëm nga secili prej nesh dhe bashkëpunim të sinqert mes nxënësve, mësuesve dhe institucioneve. E pjesë thelbësore e sigurisë është edhe shëndeti mendor. Shumë prej nxënësve të rinjve tanë përballen me presione që shpesh nuk shihen nga jashtë, por ndihen thellë për brenda. Prandaj është e domosdoshme që secila shkollë të ofrojë mbështetje profesionale, e po ashtu edhe hapësira të sigurta, ku nxënësit mund të flasin për shqetësimet e tyre. Kërkimi I ndihmës asnjëherë nuk është dobësi, është guxim, dhe askush nuk duhet të ndihet I vetmuar në këtë drejtim. E po aq e rëndësishme është edhe siguria në hapësirat digjitale. Një pjesë e madhe e jetës suaj zhvillohet online, dhe ajo që ndodh në internet nuk mbetet vetëm në ekran. Gjuha e ligë, ngacmimi online, apo shpërndarja e pamenduar e diçkaje që mund të dëmtojë dikë brenda sekondave. Për këtë arsye është e rëndësishme që të ushtroni përgjegjësi dhe kujdes sa herë që komunikoni në rrjetet sociale. E po ashtu duhet sigurohemi që institucionet tona të sigurisë ta mbrojnë çdo nxënës që mund të përballet me fenomene të tilla. Ju jeni brezi që mund të vendos standarde të reja të sjelljes digjitale dhe të tregoj se respekti vlen njësoj si në jetën reale, ashtu edhe në hapësirat virtuale. Të ndashur nxënës, ju nuk jeni thjesht nxënës që mësoni në shkolla. Ju jeni aktivist, jeni inovator, jeni krijues të ideve të reja dhe kontribues të drejt për drejt në paqen dhe sigurinë tuaj dhe në paqen dhe sigurinë e vendit tonë. Jo rastësisht,
Në forumin ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë të mbajtur në qershor të këtij viti, kemi vendosur temë mboshtë mbrojtjen e fëmijëve dhe pjesëmarrjen aktive të rinjve në jetën publike dhe të vendimarrjes. Roli juaj i domosdoshëm në çdo hap, nga parandalimi i dhunës te ndërtimi i besimit mes bashkëmoshatarëve e deri te krijimi i një shoqërie të drejtë për të gjithë, është i pazëvendësueshëm. Por për këtë, pjesëmarrja juaj duhet të jetë e vërtetë dhe e garantuar. Shkollat duhet të jenë ambiente që ju motivojnë për mendimin kritik, ju motivojnë të ngrini zërin dhe të japni ide për zgjidhjet që ju i shihni çdo ditë. Potenciali juaj është i jashtëzakonshëm. Jeni brezi i paqes dhe brezi i së ardhmës së ndritur të Kosovës. Dhe sado që juve mund t'ju duket e largët, ju siguroj që e ardhmja kur ju do të udhëheqni këtë vend në çdo sektor, vjen shumë shpejt. Dhe dua t'ju siguroj se, si gjithmonë, presidenca do t'jetë e hapur për ju, për idetë tuaja, por edhe për shqetësimet tuaja. Potenciali juaj, siç e thash, është i madh dhe ne duhet sigurohemi që ai shfrytëzohet për ta shpier shtetin tonë përpara. Prandaj ju ftoj të vazhdoni të punoni me përkushtim, të jeni kurajshtar, të mbroni njëri tjetrin dhe të mbani në qendër të çdo veprimi tuaj të mirën e përbashkët e interesin e vendit tonë të dashur. Ju jeni ata që do të shkruani kapitujt e ardhshëm të historisë së shtetit tonë. Ju faleminderit dhe ju uroj shumë suksese në vazhdimin e kësaj konference.